drame. Përsëritim nga kryesjuesi u kërkuar që të formohet ndoshta edhe një komision tjetër ad hoc, gjë që e kundërshtuam për shkak se ka qenë një komision ad hoc. Komisioni ad hoc e ka kryer punën e tij dhe me shumicë votash është votuar sjellja raporti i këtij komisionit ad hoc është sjell në Kuvendin e Kosovës, sot është me vazhdu aty ku kemi ngel. Të hudhet në votim raporti i komisionit për verifikimin e mandateve. Kaq kanë të drejtë, kaq u dash me u bë dhe jo tash thirrën konsulta, kërkohet që prapë formohet në një komision i ri, qëndrimit i kemi të njëjta, kjo qeveri ka bo shkelje, po vazhdon me shkel kushtetutin ligjin e Kosovës, o dosht jo me informat, po depunimi i dorëheqjes së kryeministit kabinetit qeveritar në mënyrë që o t'jen deputet, o t'jen kryeministër dhe ministra. Faleminderit. Raporti ka kaluar në komision ad hoc. Me shumicë votash është proceduar në Kuvend. Seanca është ndërprer në Kuvendin e Kosovës, aty duhet vazhdohet. Faleminderit. Do të shohim.